përputhje me nenin 4 të Kushtetutës, 18 të Kushtetutës dhe me nenin 116 të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë, që ka të bëj neni 4 parimi më i rëndësishëm i shtetit të së drejtës, neni 18 parimi shumë i rëndësishëm i barazisë para ligjit, neni 116 i Kushtetutës që flet për supermacin e Kushtetutës në hierarkinë e normave në shtet, dhe neni shumë i rëndësishëm që është neni 7 i Kushtetutës që ka të bëj me ndarjen dhe balancimin e pushteteve. Ky ndryshim që ne propozojmë nuk ndërhyn kompetencat e pushtetit gjyqësor, nuk e kufizon jurisdiksionin penal, por harmonizon ushtrimin e funksioneve kushtetuese me procesin penal. Parimi i proporcionalitetit respektohet, pasi ndërhyrja është e kufizuar, nuk heq përgjegjësinë penale, nuk pengon hetimin apo gjykimin, por vetëm rregullon mënyrën e aplikimit të një mase të caktuar ndaj funksioneve të nivelit kushtetues. Sepse, siç e dim, edhe siç e ka mbajtur qëndrimin e vazhdueshëm edhe Komisioni i Venecias, që i ka trajtuar gjerësisht çështjen e imuniteteve, çështjen e barazisë para ligjit, çështjen e proporcionalitetit në ndërhyrjen e pushteteve tek njëri tjetri, apo çështjen e balancës ndërmjet pushteteve, kur ka trajtuar imunitetet kushtetuese apo imunitetet procedurale, është shprehur shumë qartë që pezullimi nga detyra është një ndërhyrje e tërthort e sistemit gjyqësor në pushtetet e tjera, çka çon në një shkarkim de facto të një funksionari publik që është bartës i një funksioni kushtetues. Pra është baras me shkarkimin. Çfarë garancish ofron ndërhyrja që ne propozojmë ndaj sistemit drejtësisë? Është në harmoni të plot me të gjithë këto parime kushtetuese që unë listova, duke filluar me nenin 4, 7, 18 dhe 116 Kushtetutës. Sistemin projektligji nuk e cënon fare pavarësinë e prokurisë dhe gjykatave. Hetimi penal, ndjekja penale, masat e sigurimit personal ndaj personave që kryen vepra penale në funksion apo jashtë funksionit nuk cënohen nga ky ndryshim, por edhe gjykimi penal nuk pengohet nga ky ndryshim. Organet e drejtësisë vazhdojnë të ushtrojnë kompetencat e tyre në përputhje të plot me Kushtetutën edhe ligjin. E thash pak më parë sepse zgjodhëm këto funksione. Burimi, nga burojnë këto organe. Për ata që janë jurist, përdoret një term latin edhe në arsyetimet që bën gjykata kushtetuese, ratione materae. Për shkak të nënës, po ta përkthem nga latinishtja. Pra, burimore, organe burimore kushtetuese, burojnë drejt për drejt nga Kushtetuta. Fillon me nenin 60 avokati i popullit, me nenin 86 presidenti i Republikës, i Kushtetutës, me nenin 95 të Kushtetutës Këshilli i Ministrave, dhe këtu dua të jemi qartë, nenin 95 i Kushtetutës në paragrafin e parë thotë, Këshilli i Ministrave përbohet nga kryeministri, zëvendës kryeministri dhe ministrat. Është marrë motamo parashikimi që bën neni 95.1 e Kushtetutës. Vazhdohet me nenin 124 që është gjykata kushtetuese dhe me nenin 162 Kushtetutës që është kontrolli i lartë i shtetit. Pra këto janë shtyllat kryesore të shtetit në Shqipëri. Deputetët e Kuvendit Shqipërisë, pra Kuvendi që është bartësi i sovranitetit popullit, vazhdohet me presidentin e Republikës, simboli i unitetit kombit sipas Kushtetutës, vazhdohet me avokatin e popullit që është gardiani të drejtave dhe lirive të njeriut i definuar në Kushtetutë, shkohet me Këshillin e Ministrave, pra kryeministri, zëvendës kryeministrin dhe ministrat si pushteti ekzekutiv në Shqipëri, me ato detyra dhe kompetenca që ka të përcaktuara në Kushtetutë, shkohet me antarët e gjykatës kushtetuese që janë gardianët e Kushtetutës, janë rojtarët e Kushtetutës, dhe me kontrollin e lartë shtetit që i kemi besuar të auditoj llogaritë e shtetit, financat dhe llogaritë e shtetit. Këto janë institucionet
pra bartësit e këtyre institucioneve që ne kemi parashikuar të tre si deputet në nismën tonë. Në përfundim, projekt ligji, sipas vlerësimit tonë si propozues si nismëtar, përfaqëson një ndërhyrje të balancuar dhe të harmonizuar me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, respekton frymë dhe ngërmë nenet 4, 7, 18 dhe 116 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë, nuk zgjeron imunitetin kushtetues, nuk cënon pavarësinë e sistemit drejtësisë dhe nuk kufizon kompetencat e prokurisë apo të gjykatës. Ndryshimi ka natyrë tërësisht procedurale dhe synon garantimin e funksionimit normal të institucioneve kushtetuese në përputhje me parimin e shtetit të së drejtës dhe me balancën ndërmjet pushteteve. Për këto arsye, projekti që ne paraqesim sot si nismëtar, do të kërkojmë që të futet në procedurë parlamentare për të vazhduar me shqyrtimin në komisione e më pas në seancë plenare. Kjo ishte nisma dhe qëllimi dhe arsye që ne e propozojmë nismën. Shumë faleminderit. Faleminderit, Ulësit. Do doja të shtoja edhe një fakt tjetër që jemi në kushtet që gjykata kushtetuese nuk arriti të merrte një vendim për rastin konkret, prandaj i kërkohet legislativit që të ndërhyjë në këtë rast me nismën e 3 deputetëve. Lejoni t'ia fjalën kryetarit të Partisë Socialiste, kryeministrit Edi Rama. Faleminderit.